Na ishte dikur, sjell disa opinione të Paulo Coelhos, që na bëjnë të reflektojmë edhe pse kemi humbur diçka, apo jemi thyer diku. Ka momente në jetë kur duhet të ndalemi dhe të kuptojmë se një etapë ka marrë fund. Sado e vështirë të duket, nuk mund të qëndrojmë të mbërthyer pas së shkuarës, sepse po ta bëjmë, humbasim lumturinë dhe ritmin e kohës që po jetojmë. Çdo kapitull i jetës ka kohën e vet, dhe kur ajo kohë mbaron, ne luhet ta pranojmë me zemër të hapur. Ndonjëherë është e nevojshme të mbyllim rrathe, të mbyllim dyer, t'i lëm pas kapituj që nuk na shërbejnë më. Nuk ka rëndësi si i quajmë, mbyllje, kapituj, etapa, e rëndësishme është që të kemi guximin të lëm pas atë që nuk kthehet. Ndoshta ka mbaruar një punë, ndoshta një marrëdhënie, ndoshta një shtëpi që nuk është më e jona, ose ndoshta jeta thjesht kërkon të ecim në një drejtim tjetër. Ne shpesh mbetemi të ngujuar te pyetjet pse dhe si, duke e torturuar veten me hamendje dhe pendime, por kjo është një barë që nuk na çon askund. Sa më shumë t'i kthehemi së shkuarës, aq më shumë e helmojmë të tashmen, sepse e vërteta është se jeta nuk na lejon të qëndrojmë në vend. Ajo kërkon që të përparojmë, të mësojmë, të lëm mbrapa dhe të hapim faqe të reja. Nuk mund të jemi përgjithmonë fëmijë apo adoleshent, as nuk mund të qëndrojmë gjatë në role që nuk ekzistojnë më. Gjërat ndryshojnë, ne ndryshojmë. Dhe kur diçka përfundon, duhen bërë edhe gjërat simbolike që na ndihmojnë ta pranojmë, të heqim dokumente që nuk vlen më, të largojmë kujtime që na mbajnë peng, të japim libra që si japim prej vitesh, të krijojmë hapësirë për diçka të re. E shkuara është e shkuar, nuk kthehet, nuk vjen më. Sa më shpejt ta pranojmë, aq më e lehtë bëhet jeta. Inatet, gabimet, ndodhit e hidhura, të gjitha janë pjesë e rrugës, por jo stacione ku duhet të jetojmë, sepse duke u kapur fort pas tyre, lëndojmë veten. Ndaj thuaj vetes me zë të ulët, por me bindje. Po, kjo etapë mbaroi. Po, kjo faqe duhet kthyer dhe ec përpara, me zemër më të lehtë, me mendje më të qetë dhe me shpirt të liruar nga ajo që nuk mund të ndryshohet më, sepse jeta vazhdon dhe gjithmonë ka një kapitull të ri që pret të hapet. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.